Këto ditë detyrimisht duhet që njeriu dhe besimtari t'i përkujton ditët dhe natët të cilat gjendet. Dhe këto ditë nuk ka ditë më të mëdha dhe natë më të mëdha te Allahu te bareke ve teala se sa këto ditë të cilat jemi neve. Dhe fatkeqësisht klima dhe rrethana dhe mjediset është krijuar tek neve një numër i madh i muslimanëve nuk e din peshin e këtyre ditëve. Nuk e din peshin e këtyre ditëve. Dhe kjo është një fatkeqësi. Kjo është një fatkeqësi që neve nuk e vlerësojna një ditë që e ka vlerësuar Allahu te bareke ve teala. A çka thu për një ditë, të cilën dietarët e muslimanëve, duke filluar nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e të tjerë me radhë kanë diskutuar, a janë ditët e haxhit më të mëdha apo ditët e Ramazanit? Dhe shumica ulemave kanë përfunduar se ditët e haxhit janë më të mëdha se ditët e Ramazanit. Dhe me gjithë këta shumë prej muslimanëve nuk ju a din vlerën. Andaj jemi në ditë të mëdha, të cilat më e pakta çka mund ta bëjmë neve në këtë ditë. Më e pakta nëse neve nuk mund ta mbushim kupën me vepra të mira, më e pakta është lexojmë për këtë ditë. Çka janë këto ditë? Pse i ka zgjedhur Allahu xhelalu këtë ditë? Pse Allahu ka përmendur në Kur'an këtë ditë? Andaj duhet neve ta ngrisim vetdijen për ditë të cilat shumë fishon veprat e Allahu te bareke ve teala. Andaj e para që e përmendëm të nderuar xhamatli është se këto ditë janë të përmendura në Kur'an dhe Allahu është betuar në këto ditë. Thot Allahu te bareke ve teala wal fajri wa layalin 'ashr. Betohem në mëngjesin dhe betohem 10 natët. O shpyt Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, shoku i pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka thënë 10 që i betuar në këtë ajet janë 10 që i Dhulhijhes. Këto ditë të cilat neve jemi, e cila kurorzohet me Arafatin, e cila gëzohet me ditën e Bajramit. A thu vallë çish do t'i gëzohemi një ditë të cilën nuk e kemi punuar? E na ku kemi folë për gëzimin e Bajramit, çka kemi thënë? Se gëzimi është një grimcë e vogël e veprës së të cilën ne mundem me marr në dunjë. Nuk është i tëra. Nuk është i tëra ajo që na jep Allahu te bareke ve teala. Por neve tani kur ta mrim inshallah e mrim Bajramin, si do t'i gëzohemi pa vepra? Çka do t'i gëzohesh? Duhesh me u gëzoni vepre, të cilën e ke bë, lexim Kur'anit, agjërim nafile, mësim të një hadithit pejgamberit alayhi salatu wassalam, përmendjet Allahu te bareke ve teala, madhrim, lartësim, e kështu me radhë sa ti kanë përmendë dietarët e muslimanëve. Andaj pika e parë që neve duhet ta dimë se këto ditë janë të përmendura në Kur'an, në surën e madhe që ne ka zbritur Allahu te bareke ve teala, surja Al-Hajj, me këtë emër, suratul Hajj, surja e Haxhit. Allahu xhela ka përmendur këta li yashhadu manafi'a lahum, le të jenë dëshmitar njerëzit për të mirat e Allahut. Dhe ta përmendin emrin e Allahut te bareke ve teala në ditë të njohura. E kanë pyetur Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, cilat janë ditët e njohura? Ka thënë ditët e Dhulhijhes. Ditët e Dhulhijhes. Dhe ka ardhur hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njëra nga gratë e pejgamberit alayhi salatu wassalam ka treguar për pejgamberin alayhi salatu wassalam se pejgamberi jon alayhi salatu wassalam 10 ditët e Dhulhijhes gjithmonë i ka agjëruar. 10 ditët e Dhulhijhes gjithmonë i kanë agjëruar. Edhe pse dietar kanë thënë agjërimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam në këtë ditë është nafile, është vlerë, është sunet. Po nuk është diçka e cila obligohet, por se e ka mbush pejgamberi alayhi salatu wassalam këto ditë me vepra të mira. Çka mundna të bëjnë në këto ditë? Praktikisht. Gjëja më me vlerë që të kanë përmendur dietarët në këto ditë është tekbiri. Tekbiri. Allahu akbar. La ilaha illallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Dhe traditë e sahabëve ka qenë me ngrit zanin. Traditë e sahabëve ka qenë me ngrit zanin. Nga se është ngritje simbolit. Por tek neve s'bëhet kjo. Kush ka mundësi me bë, le ta bëje. Jo ngritje ekstreme, po një ngritje e cila e dëgjon tjetri. Andaj në këto ditë preferohet njeriu me madhru Allahu xhelalu ala. Neve nuk po themi që ti ta ndryshosh atë nëse s'ki mundësi me dal, po përmend vetveti. Ku je aty në punën tënde, në shtëpinë tënde, në tezgën tënde, thuaj subhanallah, thuaj alhamdulillah. Madhroj Allahun te bareke ve teala. Kjo është puna më e madhe që kena mundësina me e bë. Me madhru Allahun subhanahu wa taala. E dita që ka bëhet në këtë ditë dhe preferohet më bë është agjërimi. Ma agjërua. Nga se shumë fishohet vepra.
që shkarë nga shumë prej sahabët pejgamberit alayhi salatu wasallam, si Ka'bi, si Abdullah ibn Omeri, si Tabiini Said ibn Jubairi, si Ibn Abbas, i ka thonë, kushdo që punon vepra në këto ditë ja shumë fishon Zoti. Dhe mbani mend se këto ditë janë të lidhta me haxh. Dhe në haxh kur falet namazi thash shumë fishohet 100.000 herë. Andaj është e lidh shumë fishimi me haxhin. Këto ditë çdo vepër çka bëhet shumë fishohet. Andaj nëse ke mundësi me agjëru, agjëro. Puna e tretë çka mundesh me bë? Istighfari. Mi kërku Allahut falje. S'mundesh me bë diçka më shumë? O Zot falem. O Zot falem. Dikujt i vjen marrë dhe me thonë o Zot falem. Thot një herë dhe e le. Pejgamberi jon alayhi salatu wassalam kur ka bëj istighfar të ndëruar xhamatlia, a dini si ka bëj? A dini si ka bëj pejgamberi sa istighfar? Mos pari fjalë istighfar, çka do të thonë? Astaghfiruka Allah. O Allah, kërkoj prej teje, më fal mua. Jo veç kaq, më mbulu me falje. Kudo që dikun mundet me mëzon ndonjë gabim, më mba pengesë, falma. Hek ma pengesën o Zot. Çdo pengesë që mbahet mua me një xhenet, hek o Zot. Kjo është astaghfirullah. E si ka bëu pejgamberi sa istighfar? Është ul dhe ka thënë astaghfirullah. Dhe ka marrë frym. Jo astaghfirullah. Jo. Astaghfirullah dhe ka pushuar. Sa herë ka bëu? Ka marrë dy hadithe nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. I pari 70 herë. 70 herë. Astaghfirullah. Provoje veç një herë, një ditë, çish ka bëu pejgamberi sa 70 herë me thonë o Zot falma. Kimë pas sa kimë ndje. Kimë pas se çfarë rahmeti i madh zbrit për Allahu te bareke ve taala. Dhe hadithi ditë 100 herë ka thonë. Astaghfirullah. O Zot falem. O Zot falem. O Zot falem. Sa është me rëndësime na fal Allahu te bareke ve taala. E pse ka bëu sa istighfar? Sepse madhrimi më i madh që i bëhet Allahu xhelel xhelalu është me paraqiti nuk son llokun para atina. Mos ju moj asgan. Mos ju moj Allahu ti i pastër. Mos ju moj Allahu ti se çka më thonë astaghfirullah. Ka thonë njëri prej dietarëve të mëdhej të muslimanëve Ibn Jauzi, ka thonë se ti nuk e di se pi çka i duhesh me lip istighfar, lut Allahun me ta ndru zemrën se këtë zemrën e këtë prisht. Nëse ti se di sa kije nevojë mi thanë Allahut, o Zot falem, ata këtë zemë u ka prishmë. Pra është gjenaza ajo. Nëse i smuti, kur i smut, po i gjallë, i dhen, edhe vrapon të doktori. E nëse ka dhimta, po si nin, ajo ka funi. Ajo gjenaze. Gjenaze nuk nin. Andaj shiko pejgamberi sem, i ka pas gjunat e falta. I thonë do Allah, falem o Zot, falem o Zot. E neve, qish ka me na falë Allahu, na kur që i thoi na falë? Qish do me ta falë Allahu ti? Nuk i thua Allahu të falem. Sahat, ti e din ma mirë, sahat i thua Allahu të ditë, pinë mëngjes, dhe në mrami, o Zot falem, o Zot falem. A dhe të ndëruar xhamatli, këto ditë, bëhet çfarë? Istighfari, i kërkohet për Allahu, falem. Këto ditë çka bëhet? Puna e katër. Ka shumë punë, na pak po përmeni për tëre. Lutja. Djetarë kanë thanë, pre veprave të mdoja, të mira që bëhen në këto ditë, është lutja. Nga sa Allahu kur i madhron do ditë, edhe në to i shoqëron me përgjigje. I përgjigje Allahu lutjes. Lut Allahu xhelel xhelaluhu. Po nga një herë fatkeqësia ndodh zina çka mu lut. O Zot, ban ma një shtëpi. O Zot, ban ma një biznes. O Zot, çoma një vetur. O Zot, këto janë lutjet vogla. Këto janë nuk po tham se s'ban mu lut, po këto janë lutjet vogla. E çka duhet mu lut? Çka duhet mu lut? Ja çka duhet mu lut? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka lutej? Ai njeri e dinte çka duhet mu lut. Ai njeri e dinte çka duhet mu lut. I thonte o Zot, kur i çonte dur ka Allahu te bareke ve teala. Thonte o Allah, këtë zemrën teme. Mos e ban me anu dika tjetër jashtë ateje. Çështo po të lutë o Zot? A di çka do të thonë Allahu me ta moj ti zemrën ka ai? A di çka do të thonë? A ke pati kur do mi prish punë me një njeri të madh? Zdo mi prish punë, apo çka i ban? Këtë punën e sill mos mu prish puna me ta. Apo e vladis, do me prish punën me babën e me nanën. Pse? Që ti e ka levërdijën. Apo bashkëshortja me bashkëshortin. Zdo mi prish punë, apo njani zdo me prish punën me shefin se e ka të vartë rogën. Këtë janë këtë kësaj dunjaje. Po Zoti ju xhelel xhelaluhu. Sa do më thonë mi pas punë mirë me Allahu xhelalu ala. Andaj shiko për mësam, kjo mençuria. I thonë të o Allah, ha thabbit qalbi ala dinik.
Mama zemën tane në fejën tane. Mama zemën teme në fejën tane. Dhe qka i thonte? O Zot, qështu duhet mu lut? Thonte, o Zot, sa lëviz qërpiku i sirit, mos umlem forcat e mia, mbajën forcat e tua. Lutë qështu Allahun. Dhe jo Zot, unë s'po di mu udhzu, s'po di mu drejtu, s'po di me ndrejqat problem, ndreqmi ti o Zot. Insiston, ndreqmi ti o Zot. Regullomi ti o Zot. A me nënë saj nuk të përgjigjet? Ti njanit mi insistu, shokitan mi thonë, hajde ti ka me thonë, hajde me mo, po vinje, po parëm në Zoti votrave, i cila aja pa e thane di shka i të lip, dhe i ka kudret, dhe i ka mundësi, dhe fuqia e ti është absolute. Andaj këtu dit, që i duhet ka Allahu Gjelluala? Lutë me të arrujt zemrën, lutë me të arrujt e vladin, me të bot khajrit, me të bo namazlit, derin frimën e fundit. Andaj për nga mërë a.s. Këtu dit që ka bante, e lutë të Allahun të bare kjo e tala. Dhe këtu dit të ndërrua dhe me këta përfundojna, dhe kjo është simboli i lartë i këtyre ditëve. Këto ditë bëhet kurbani. Pra në Bajram therrët kurbani. Dhe simboli më i lartë jashtë haxhit këto ditë është therrja e kurbanit. Dërsa pejgamberi alayhis salatu selam ka thënë hadith që kanë dhënë Imam Muslimi, kush e ban niyet me therr kurban në Bajram, le mos ti preje thonjtë të tij dhe mos ti qethe flokët e tina. Dhe dietar kanë diskutuar shumë prej urtësive se i ka thënë po kjo është sa për juridikisht, kush e ka bën niyet? Preferohet tek shumica ulemave, preferohet, nuk obligim, preferohet kush e ka bën niyet me prej kurban. Thonjtë e tij mos ti preje derisa ta preje kurbanin. Dhe flokët e tij dhe çimët e tij dhe mjekrën e tij mos ta preke derisa ta bëjë kurbanin. Këtë kjo për çka? Për t'u nënshtruar tërësisht Allahu xhelel xhelalu. Pra simboli më i madh i këtyre ditëve është therrja e kafshëve dhe derdhja e gjakut për hir të Zotit te bareke ve teala. Elusi Allahu xhelel që Allahu në këtë ditë na jep takat me bë punë të mira. Na jep Allahu takat me bë istighfar. Na jep Allahu takat mulut. Elusi Allahu te bareke ve teala që Allahu na jep takat me bë vepra nafile.